Vajza që ka udhëtuar çdo shtet të botës së vet me rëfen, ku nuk do të kthehej më kurrë. Jessica Nabongo është një nga gratë e para me ngjyrë që ka vizituar 195 vende të botës, një arritje që përmbyllin vitin 2019 në moshën 35 vjeç kur mbërriti në Seychelles. Ajo ka udhëtuar në 296 aeroporte në 11 vitet e fundit dhe është kthyer në një eksperte të vërtet udhëtimeve, nga mbledhja e pikëve të fluturimeve deri tek menaxhimi i valizheve dhe udhëtimi si një banor lokal. E rritur nga prindër që e donin udhëtimin dhe pas 20 vitesh duke jetuar në vende të ndryshme, ajo e ktheu këtë stil jete në misionin e saj. Blogu i saj është dëshmi e një rrugëtimi të jashtëzakonshëm përmes botës dhe kulturave të shumta. Një nga vendet ku do të kthehej me shumë dëshirë është Bhutani. Sipas saj, ky shtet në Himalaje ka arritur të ruajë thelbin e kulturës së vet për shkak se nuk është pushtuar kurrë. Në një botë kaq të globalizuar, ata kanë ruajtur autenticitetin e tyre. Respekti për kulturën është real dhe i rrallë, ka shpjeguar ajo. Por nuk ka qenë çdo udhëtim pozitiv për të. Ka një vend që ajo nuk do ta vizitojë më kurrë, India. Kam biseduar me shumë gra që kanë udhëtuar vetëm në Indi. Vendon se janë ndjerë në siklet sërish kanë udhëtuar atje. Unë nuk ndihesha rehat në Delhi. Në Udaipur ndihesha më mirë, por Delhi vetëm për një grua jo. Nuk më intereson, ka treguar ajo me sinqeritet. Ajo që është hyrë të udhëtojë është dëshira për të parë se sa të ngjashëm janë njerëzit, pavarësisht ndryshimeve. Kam shumë besim tek të panjohurit, besoj se mund të udhëtosh i vetëm kudo, është shprehur ajo. Vendi më ekstrem që ka vizituar, Sudani i Jugut. Edhe pse ambasada amerikane kishte paralajmëruar të mos shkonte dhe një diplomat i tha se ishte tepër e rrezikshme, ajo vendosi të shkojë. Asnjë vend nuk është plotësisht i sigurt dhe asnjë nuk është plotësisht i pasigurt. Unë kërkoj njerëzillë, kërkoj dashuri, prandaj shkova gjithsesi, përfundoi fjalën ajo.